Rritet të ndjeshëm numri i automjeteve të vjetra që dalin në qarkullim në vend. Drejtoria e përgjithshme e shërbimeve të transportit rrugor bën të ditur se gjatë muajve janar dhe shkurt të vitit 2026 janë të regjistruar gjithsej 1761 mjete me një moshë mesatare rreth 22 vjet. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kjo shifër përfaqëson një rritje prej 32.5%, duke treguar një tendencë në rritje për largimin e mjeteve të amortizuara nga qarkullimi. Regjistrimi i këtyre automjeteve konsiderohet një hap i rëndësishëm për mbrojtjen e mjedisit dhe rritjen e sigurisë rrugore. Mjetet e vjetra kanë standarde më të ulta sigurie dhe ndikojnë më shumë në ndotjen e ajrit, dhe largimi i tyre ndihmon në përmirësimin e cilësisë së jetesës dhe uljen e rrezikut të aksidenteve. Ndërkohë, kontrolli teknik mbetet një element kyç për sigurinë në rrugë. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë 2 muajve të parë të vitit 2026, plot 16.301 automjete nuk kanë arritur të kalojnë kontrollin teknik për shkak të problemeve të ndryshme. Defektet më të shpeshta lidhen me sistemin e shkarkimit të gazrave, mangësi vizuale dhe funksionale, probleme në drejtim dhe amortizim, si dhe në sistemin e frenimit. Nga ana tjetër, qytetarët mund të kryejnë një sër shërbimesh përmes platformës e-Albania, duke përfshirë dhe rezervimin e takimeve për shërbimet përkatëse. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të automjeteve që të kontrollojnë rregullisht dokumentacionin dhe gjendjen teknike të mjeteve për të garantuar siguri maksimale në rrugë.